shtëpi. Jemi në aeroport. Hajde babi, ikim tani, hajde. Po. Sofa! Po, e dulo, po ti këtu. Ja përcollëm një delegacion për në Gjermani. Ti e di që këta shefët i kanë për jetë fotografitë e kronikat sa që hypin e zbresin nga avionët. Po ti? Nisa gruan. Për ku? Në Amerikë. O, sa mirë. Çmirë zeza. Pse? Atë ditë që ndodhi ajo hataja me 2 kullat binjake, e motra e saj kishte qenë në një dyqan aty pranë. Mos more. Vdiq. Gjalla vdekur, një zot e di. Kjo e kishte vizën gati, kështu që krisi ai u bë si e çmendur. Po s'ka faj më duro, e ka motër. Ajo andej pa fëmijë, burri gjysmë sakat, njeri për t'i shërbyer s'ka, kështu që u detyrua kjo të vej. Del një Bin Laden, një i çmendur, shkatroi Amerikën e na çoroditi edhe neve. Erdo. Keni makinë më? Jo. Hajde. Këta kamikazet janë të tmerrshëm sot. Janë të rrezikshëm. Flori, çfarë ke? Je shumë nervoz. Nuk kam gjë më. Unë e di që për ty është ditë me shqetësimi. Po të përmbash gjithçka do të shkojë mirë. Më valla, çfarë ke? Pas gjapa nuk kam tash asgjë, do të flas telefon, ky s'punon. Pse nuk do të flasësh? Do të shtëpisë do flas, me gjithë do flas. Ti jam pjerë baterit. Se kam asun timin. Kam harruar në shtëpi. Po shko pra gjeje. Merr një tjetër, nuk e di, bëj diçka. Mirë, dakor, vetëm ti qetëso. Vetëm pas telefonatës mund qetësohem. Lola. Sjellë? Lola, çfarë ke? Lola. Asgjë. As mua nuk ma tregon ti. Kur erdhe mbrëm nga puna nuk ishe mirë, ishe shpërfytyruar. Mos i zënë gjë me Rugenin? Jo. Mos ka ndodhur gjë nga puna. Do një telefon nga Italia? Hera nuk kam asgjë, jam vetëm pak smur. Po ti mbrëm ke qartë gjithë natën. Tash pra nuk kam asgjë, jam pak smur.
Alo? Alo? Mami? Po dhe kjo se s'merr në telefon, Xhanën. Nuk punojnë linjat e Amerikës. Atje është bërë nami. Drejtja merr vesh si do t'i vej fundi. Lola si është? Ku e di unë? S'më thot asnjë fjalë. U ngrit? U ngrit, po vishe tani. Ka qarë tërë natën e natës. Nuk është mirë ajo ba, e ka një hallë. Që e ka e morën vesh, po çfarë ka? Pse s'flet? Kjo e di unë. Alo, mami? O Lola. Nuk jam Lola, Flori, jam Mira. Flori, po ku je ti, si je? Mirë, më mirë jam, ti si je? Atë ka nga njëri? Jo, po pse ke kaq frikë për mua? Dëgjoj këtu tash, ditën ki kujdes kurse natën mos dil fare. Po studimet, shton, dokumentat për atje i nisë. Studimet e mia. Po Lola pse s'më përgjigjet në telefon? Ku e di unë? Ma nxirrëm çik lutem. Alo? O Lola, pse s'del në telefon? Mos ka ngar njëri, mos ka kërcënuar njëri. Jo, Mos ka rënë njëri në qafë. jo, mos ki me rakriqet. Mos janë ato horrat e Italisë? Mbaroj ajo punë. Po çfarë ke atëre, pse s'flet? E di çfarë, jam vetëm pak smur asgjë. Dëgjoj këtu tash. Unë sot do të nisem prandaj. Sota? Po do t'iki. Ndoshta mund shkoj edhe te mami në Amerikë, nuk i dihet. Dëgjoj këtu vetëm ti duhet ta dish. O Lola, po nuk mjaftojnë vetëm hallet e mia aty në shtëpi, po edhe ti tani. Po më thuaj për ndonjë fjalë të paktën. Të lutem shumë vetëm për mua mos u shqetëso, shiko veten tënde. Sot i madh nuk më bëjnë këmbë t'ike edhe një herë pa ju takuar. Të paktën t'ju dëgjoj zërin në telefon. Po babi aty është? Po, të puth shumë. Babi. Alo? Si janë bab? Si jam? Edhe më thuet? Si të pëllcasin janë, idiot. Që janë këto që nga më? Po më të shajnë babë që tani. Folo bab, fol, shamë sa të duash. Në më zemronë për asë dyrësat, jo? Po, se je kalama, si të themi, je i mbirë që mos qofshë. Po babë, në qofë se u kam qetësuar dhe ju mërzitur. Jo, të më falësh. Falë një gjithë që u kam qetësuar. Qara ke shqetësë? Po la fut në dhe të gjallë. Nuk jam dhe gjithë një do nga të thallë dhe sa më në do në jo, gjithë dhe ju që fërshë. Jo, më nësë se opretu më. Alo, Flori! Heje. Ti fola shova. Se e dua. Po ku e di aje se sa shumë. Pasë. Ishte i tramvetëm, duk si kur qatë. Do ty, çfarë të thënë? Si më gëdhive më i zonja Gjuli? Gjem nuk të vurare, më falë, po E s'ka gjë. Po dhe po më vurere nuk më falë, nuk prish në një punë, ma ke për borgjë. A që ja ke qefin tjo, Gjem? Dole zoj? Betri erdhe ti? Sa bukur më qenë ke veshur sot, ta? Mirë. Sportive. Atë porosin time mos e harro, ha? Ua, e si e harro ka Betrier? Po mori ndonjëherë në telefon, të lërë ndonjë porosi për mua. E di? E di. E manë shënim Bedria, mos ki me rakfare. Po, atë shënimet mos i jedh në për shtëpi ashtu, si atë di që më futen sherme ti më shoq. Por një herë bëri vakia jo punë, besoj të ndodhi me furë. Miru pashim. Qa! Sikur s'te që nga gëdhirë mirë, zonja. Pas ka fjetur për mbys, më duket. E që për mbysa gjemë? Zere se s'ka fjetur fare. Mrem kanë qenë që si afekt. Kishte ditëlindjen zonja një të madhe, një politikani, që duket në punë të tyre këto e kanë kështu si kapat.
Dhe driesh do njeri që merret me kësi punësh e ka një qadër. E këta që i qenë si trima, që s'shajnë kokën fare. Kur i merr ai në telefon më i qenë bërë një kusht. Vje si gjak. Mërëm njëri që i bërë furtun fare. Kjo e imja zonja. Furtun, fluturante. Prandaj ishte rinjtur në surat kjo? More gjema. Zunë u grinë sot që në mëgjes. A i ullurinte sepse kjo kishte kërcyer gjysëm nga Kuriq. Kjo nga ana tjetër i bërtiste, ti që i fute duart gruas së botës, turp të kesh. Që më të quan veshët, për ditë zjenxhe, për ditë. I tërboj paraja, Bedria. Prandaj them unë atë këngën mos u mbaj se i jem, mos u mbaj se ke, kur të shkosh me atan, veç 2 metra dhe. Erdhe motor. Jam mirë se erdhe. A u lodhe? E po, mos e pyet, rruga e gjatë, që di jam nisur nga Athina. Le rruga po të lodhin e doganat nga të shmendëm 6 orë. S'ke që bën taksirat. Mirë jeni, ha? Drita iku, e përsollëm në Rinas. Qa të bëshurë të marë? Faleminderit. Po fëmijët? Halloj kanë plot, po kemi kohë do llafosim. Ti si le. Çka? Jashtu dhe unë nuk duhet të rishum, duhet kthejmë se kanë nevojë për mua. Kthehen nga puna të raskapitur. Duan një ndihmë, 7 vjet dura. Po erdha të shikoj një herë, të shikoj dhe shtëpinë. Rrofsh o motor, rrofsh. Do i të takoj të i. Tori lej budawi. Po jo pa të më dern tani. Unë edhe kështu kom fut më sa shep në njërin nga mrapa. Po si mund të ikë kështu pa e takuar, merr vesh apo jo? Kush e di kur e shoh? Tori, e ka la mundi. Dik. Ja, po të vjet. Si bën mjaft tani, është baba i, s'është baba i. Ngare zotni. Erdhe? Mbarojem. Si e? Më zgjat dhe dorën pale. Je dhe goxha burri. Qa ke? Do mbarojem punëve? Burr plakti me thinja. Me mustaqe. Ta dije që ishe kaq mashtrues durim, kur s'do e besoja. Unë mashtrues? Po. Ma i gojën të lutem. Të the 23 miliona, unë të besoj ty. Se saktoj unë çmimin më zoti. Çmimin e sakton i zoti i shtëpisë.
Unë sekser jam. Lutëm shumë mbaj gojën. Vazhde paradhënje, pale. Ta dje që ishe i tillë, kur nuk vjet e këti. Por e zotëri, mbaj gojën për të them. Dëgjon apo jo? Se kam dalë tu për bukën e gojës. Kam punuar një jetë të tërë, s'm ka thënë njeri gjysmë fjale, po mbaj gojën. Po nuk më thej kjo shtëpi bën 43 milion. Po. Po ai djali ma gjeti për 40 milion pa. Kush djali? Ja more. Ai atjerë? Po mirë, po. Shko tek ai ta rregulloje. Sigurisht. Shko mbaro punën me atë. Po mashtrues është ai që vjedh klientin. Shko shit caraca e kumën në një gjimnastë që për këtë punë. Shiko se jemi këtu në mes të rrugës, po di që të punoj apo? Ja more. Ej, ku vetëm atë? Mje pa do paradhënën ti dash dje. Ti jap, se s'jam mësuar të marrë gjën e tjetrit. I dua sot. E di, po si kam me vetë. Mashtrues. Shosëm që më ndë mërë dreq. Që më nda fare. Sigur t'jetë mami? Alo, Lola. Lola, unë e një tjetë. Ti ka hapur telefonin edhe po më dëgjon. Pse nuk flet? Kam qenë 3 herë tek agjencia dhe kam gjetur derën mbyllur. Nuk e marrë me mend se në çfarë gjendje jam. Çfarë pyetje nuk i bëj vetes edhe nuk e kuptoj dot arsye. Të lutem Lola, më thuaj një fjalë. Vingës në të si ta asim njeriu në botë. Lola, vetëm një fjalë të lutem. Hajde, Dura, hajde. Aure atove, moj motër. Qërati zeza. Vetëm si kukuth. Të tërë larkë. Iq mos u mërzit, se shëqyrë zotit të tuti keshë ndoshe mirë. A me ndo dritën njerë, me motër të sëmura ndej dhe neve që në kalën këtu me 100 halë mbi kurris. E po shëqyrë që kemi njëri tjetër në rëvla, ja do të vi unë do t'ju ndemaj për të gjitha. Shtëpia pa borë që nga keq, po keqe mos më keq që nga pa grua. He bashkë do jemi. Do rritë sa kohën. Qko që erdhën, unë dam për së gjalli. Do i gotu zo, ha?
Me mbushë me një gotë. Mua mos më hjedhe. Kam kohë ndavullë nga mbrëmë. Pije, se gozhda me gozhde. Pimë shumë brëmë. Ama festat e klini sezonjës të uaj, doli shkëllqyër. E shkëllqyër, po pak desh në edhjeve ti. Se qëfar bërë, se bajnë më në qi? Po shumë si që bërë ati që të mbashë më të. Sa dhe i më shohë që si për pas kam nga smuar një fejmë. Kështë e bërë gjimë, pa. E për të të nga smuar një rjedhe? E më duke. Sa rezikna e shtriva aty. Pa i shoqi, që është e si idiot. Edhe jo të shoqe, gati sa nuk na u gjvesh nu do. Piu shumë dhe e folë. Po nuk janë këto, janë catë tjera, më të randa, më të rrezikshme. Kjo shove ca mbroq kulla ti, që ta hanë kokën. Se qëfar thash, s'mbaj më në zja. Po fillove të nga cmojshë me atë bosin e firmës Blini. E qaj thash? E qëfar si the? Ti nuk e firmë, ti e lavatrice që pastron parat, e unë e di se ku fshihet pas te, me gjitha të jethe unë kam para më shumë se ti, edhe fillova ti nxirje nga ato punët tona. Po e di ti se ku fshihet pas ti? Ku që ka lavatricen? Di, të betohem që s'mbaj më në zja. Përse ne tanët ishim aty nuk. Për aty akoma s'ka dalë pia, po në këtë punë nga i hyti e ha më shumë. E më se jo, nuk ka gojtë flasa jo, gjitha. Nuk ka biznesmen më të pa moral shumë se aji. Ti ke moral, ti. Paraja nuk ka moral, jari. Sot jemi tanët, jemi miqë, nesër e sjell puna nga trohen erët politike dhe ne bëhemi kundërshtarë, bëhemi armiqë. A i shumë pas kam forën? Po, kush e di s'do s'kisha thënë akoma, po të zbraza shishen e uiskën në gurmas e të shtrim aty në koltuk. Prandaj, mos e tepro më të pirë se do na marrësh me qafë. A i pas kam dhirë fare. Por po me atë ditin çfarë do bëjmë? Do e nxjerrim apo? Po përpiqeni. Besoj mbas një 2 javësh. Pra djalin, ka ndonjë treg? Policia po e ndjek, ne po e gjurmojmë. Të shohim. Edhe dëgjoj. Gjej ndonjë rast e kalon ndej nga i bosi i firmës Blini. Merre për ndonjë drek që kundi. Edhe mundohu të ambulosh atë mutësi lek që bërë mbrëm. Hala! Hajde, shpirti halës. Isha tu afër me një shokë dhe thash të takoja. Me djallë edhe ti, e? Po pse be bushi halës dhe imun gjithmonë. Shpirt. Po për ne sa do të rriteni, edhe kur të bëheni me fëmijë, të vegjël do jeni. Ja shikoj me të mitun. U rritën po më normal njësoj se kur I kisha në kopër. I hëngër Greqia, emigracion. Vërtet halës, s'kam pyetur, si janë? Se ti janë avisë se të gjithë. Ja shumë, me frikë në zemër, kartat sope, kartat nesër. Ti më thuaj për djallë një qikë. Historia mbyllur. Djemën për njëri tjetërin. Tani ai do ikim në studime në Itali, pastaj optërojmë edhe nga këto që ndodhën, shtyqen. Po pse ka që do? Ku e di? E jam aty nuk më flet fare tani.
Po shikoj me një sy tjetër, tani unë për ata janë vetëm motra një vllai që kërkohet edhe nga policia dhe nga mafia. E mos i bëj kaj tragjike, sa hallë ka jeta. Po për shkollën çfarë bëra, i plotësove dokumentat? Shkolla ime. I kam plotësuar, po nuk i kam dorëzuar akoma. E nuk e dia do t'i dorëzoj ndonjëherë. Po pse? Po duhen depozituar si garanci 8 milion liri. Ku t'i gjej? Me hallet që kemi në shtëpi, si t'ja kërkoj, ku t'ja kërkoj? Mos u mërzit, ka shkolla edhe këtu. E po dhe këtu nuk është se nuk duan fare. Se pak kam vojtur unë për punë, për shkolle. Për të tëra, s'jemi apo të shimorëm rrugët edhe unë damë si mos osati që. Vipë edhe. Erdho motor. Si e dura? E si t'jem. Ja si më sheh, edhe burr edhe grua. Po çupat nuk janë në shtëpi? Për pas jam më mbeti mua sot. Po drejt keni bërë gjë? Ja, po bëj ca makarona, ka dhe mish në frigorifer. E mirë ullu tashti, ullu se i bëj unë këto punë. Nga Amerika më morët vesh gjë? Hiq asgjë. Nuk u lidhet me dritën? Tërë ditën njëra është telefonit, sinjali i lirë del, s'përgjigjet njëri, me mendje të ngritur janë. Lola! Lola, çfarë ke? Ti e bërë ujë në djersme, me siguri do e shtohur. Shpirti anës. Hajde, ullu pak. Qërke, thuaj halës. Më dhem pak koka. Mi më gjypajt se ta morë të luta. Ja t'jep halë. Të të bëj dhe një çaj me limon, ha? Nuk e pi dot. Po, për të ngranë do gjë? Po, ke që dje moj bi pa vëngjë në gojë. O Lola, po çfarë ke moj bi, çfarë ke? Nuk kam asgjë, po më dhem koka. Hajde, pije. Lola, ujnë më? Kam shishën në time. Po rrinë që i këtu hëne. Kam ethe, po shkoj të shtrinë më mirë.
S'ka kështu kjo vajzë më mua. Se s'na thotë kjo. Po të marrim në i doktora, të bëjmë në një analizë, ose kështu, po dalim fare ignorantë. Që janë këto të vjellë? Nga këto të vjellë, unë po e kuptoj se qarë ka keqë. Dura duhet jetë 7 zënë. 7 zënë? Gjithë sot të vjella shë një bare janë. Ja, edhe në qoftë se është e vërtet, të na thotë të papë. Ty që je grua të thotë. Po jam të reja, më ju vjen zorë të flasë mu. E kanë të vështirë. Kjo vajzë me siguri ka mbetur 7 zanë në atë djalin që iku në Itali. Është lidhur me këtë tjetrin edhe i vjen zorë të thotë. Kjo është kjo. Si po ngatrojnë këto punë kështu. Ti ishte jam ndryshe. E që jepë të